Prej studios ftoftën nxehtë, direkt në Biliardo Prishtina, ashtu siç ju paralajmërova, realisht para se martu unë ala dhe në keq, u vesha, u ndreqa, erdhëm në Dragodan, në Biliardo Prishtina, sepse kom ftu, jo vetëm një këngëtar, po e kom ftu këngëtarin me gjithë band. E sot, për shkak që jemi në Biliardo, po du me i sfidu, sa janë të mirë jashta mikrofonit, sa janë të mirë jashta sintit e saksofonit gjitha këto, me i pa, a janë të mirë edhe me topa. Kështu që, në Biliardo, sot kom ftu Krenarin, Krenar Krasniqin, edhe Granitin edhe Fatosin, djemë që e përcjellin gjithmonë Krenarin. Unë nuk është që ja kom fërt haberin qysh me lujt, aso ata nuk e di, a din me lujt. E përderi sa, unë po e provoj kështu një apo di me roka jo, nashta dhe ata vinë. Po më duket që erdhen. Pse e vanu? Mirë se erdhet. A jeni gati mi ju sfidu një ka një kështu? A je bo gati me hup? Kush me hup? Unë gjithmonë fitoj. Unë jam ka gjani fare eksperti këtu në Bilardës, di sa ki informacion. Po thu që Krenar ko me hupa? S'pedi s'kom pa të lo, po... Qëre, me hupin ashtë, nuk është kusha, dhe që më fënd, pa gjujt me ta. Pëse në tash me 8 që e kohë. Unë të kom thirë me ta po 8 me 2, realisht nuk është që ja kam haberin fërt me lujt Biliardo, e ti ku jem suksht? Ma mërmenja që t'ka ushtru kushtrimi ty pak. Kushtrimi u munu pak ma herët, pas... Se kushtrimi ja thot ka gjamirë. S'ma roki. Unë kom lujt si i vogël, kom lujt shumë Bilardo, edhe... Po me nej që ja thëmë deri dikon. Ju dy që po kesh një adini me lujt? Kampion. Ka me këshyr, kanë këshyr. Okej. Do më thonë apu këshim njejt, për me këshyri jena të parë. Edhe telefon kam lujt. Okej, nani na edhe pipojna gati, s'telo që telefon qëtu, edhe pipojna gati, edhe pja nisim ju pyt, që shpju shkojnë punët, mramjet, senet, po mas pari për të munajt e kanga ma e fundit. Krenar, që shepata emrin kanga, e re? Kanga quhet Dhimbje. Qka po të dhem ty ma shumë këvet fundit? Mu nuk është që po më dhamë najsen, po nashta tek shkrusit. Tek shkrusit për dhem najsen, a nëjse kështë marë në spot edhe gjenetën. Qa e keni bu këtë farë tripin me gjenetën me kitë kongë vajtu se për gjithë në gjenetën, se ka kajtë mira qka? Jo, me thonë drejtën nuk është që kun pas në herë, është tjera e parë. Ma kanë propozu produksioni edhe kun pasi ide të mirë për me u bo ma shumë virale, ashtu për me folë sinqerisht. U konë në trend qatë kër e kun bo tash, edhe pse jo, ka dalë mirë, ka dalë, okej, na donë 2 palë mirë, pse jo. Ka të erdhë ideja e kongës Dhimbje? Dhimbje, me thonë drejtën, të bini ka kohë që kun pas me i bo 2-3 balada, edhe gjithmonë i vekerava një tjetërës, po tani dullin të parat atu. Bini më thiri, tha kam një sen për ty, shkova edhe provum dull mirë. Jo ka lejrani tjera. Se djemë nuk i ka qitë në spat? Zakonisht ta hezitojnë, edhe këtu kur erdhëm vetë qëllum bashkë në thire, qëllum bashkë në thire se për dryshe hezitojnë, pritojnë pak me folë. Në klipin tjetër i thu, jena intervjist e Granit edhe vishë. Po, në ashtë edhe që i kun, të jenë kohën pak ma shlirë kanalë. Fatës, sa ju ka përgju ka nga Dhimbje? Pa tjetër. Qka të përgju ma shumë? Refreni, teksti, këndimi, apo videoklipi? Që dy javë jenda me mu e me tjetër kanë pas ke shkru, e kallëzove vetën edhe njëherë. Që dy javë jenda me mu shoku toni pas ke shkru, i lexova qka keni fol krej. Qa, ku po mirë shko? Po mirë shko me më thirë mund, s'po që e këthirë gjenita, pa që shnejta. Se po kopësh vishtë gjenita, se po kopësh të gjenita. Në shërej që po Që të bu gjenita. A do të më da 2 me 2, apo? Ja, e që 2. Mujna dhe 2 me 2, edhe mujna... Granit, Çka të pëlqej ty më shumë këngë? Sa do me milionës shumë, edhe teksti sidomos është shumë i mirë, po vija melodike diçka është ajo që mua më ka bërë përshtypje më shumë. Edhe
Ka shpi baladov që e du mas shumë që i ka këndu kremi. Ju të retë Granitit i ka pëlqy shumë, e vërtet. Ju të retë që njerë të ratum, kështu me sa di unë. Që po menon të ratum jena veç Në aspekt e pata fjallën të martesës, krimi, familjes. Të më thonë, së që e keni përjetu. Ish. Qa, mu mak mua dhe njerë në shtrina me... Fatose në mujnë tjetër e martën djallin. Po një më urime. Okej, qysh pëndajemi? Do më thonë, kush është ma Dy profesionist? granitat bashkun e me Fatosin. Hajde u bof, dy granitat, granet bët qa dush. Unë s'kom dy lidhje. E pra nuk gjumë ti i parë, po Okej. më gjumë graniti. Me Shumë shumë ku qef. jam, s'ka, shef. Shumë qef. Okej, që po më pëlqen kështu mja, po. Hajde granet. Mirë. Okej, do më thonë, Mirë. ka hi i gjyra e plot. Na i kena Plot plot. edhe gjys. Edhe gjë. Na i kena gjysat. Mi zgjedhna qa do, një gjysa. Ja, na zgjedhemi. Kush ka me gjutat? Na zgjedhëm, jo ju. Fatëza e morën plotat. Kjera. I kena manga. Po, të. Qa. Na e matë A me njonë, na? Ok. Po në nuk kjo krenari dhe me... O, zët. Okej, se unë edhe kumet edhe, ka dalë që një me harrova, se unë do të edhe me bo pytje këto. Qa ka në e sen të pas se pas në ditë. Kamera je. Krenar, qysh është mramjet, qysh përshkojnë? Mramjet shumë mirë, jena të angazhum. Thuja se rregullisht do javë, edhe jemi të afru nga të sezonës. Thonë drejten jena fokusu ma shumë të reportari sezonës, na gjdo vit është e bojna një farë update-i. Edhe me Unë është edhe me Fatosin lu, dhe Granitin. edhe tu folë shumë i Jo saj se i fort jetu edhe me insistu lu. me më bo pytje, me ma hu plojën, po jëm së dosht edhe me të përgjith sakt edhe me të mujtë sakt. Ani, shumë rregull. Sa se akomis me Kështu do që- pyetje se te humb automatikisht, ta hupi tecin stash. Tani krenar qa ka në sen tre? Mramjet shumë ta? Po, tregova jena ofër sezonës edhe fokusin e kem të dasmat, se ato janë që kam përgjithësi më të madhe. Edhe na thuja se e kemi atë CV-n që njëm si ekipe dasmave. E kemi bo dësene pak ma ndryshe, munome, se nuk është që mund është me dalë ndarësëm shumë jashta reportare, dijen ato kanë këshipe, i fokusoj ma shumë, po gjithmonë me pas diçka risi, me pas diçka të reja që me shku sezona mirë dhe me u do ato familje. Të kënaqe që na në ditën e tyne ma të veçantë. Fatas, cili për juve treve jeni pak që vënohet ma shumë? Profesori. Sa e vëtë profesori? Profesori. Se granit. Profesori së në Ka shumë obligime, profesori. Jep mësim. E na i në hanë matë. Graniti pak, normal, Ja. graniti është Edhe i edhe taka. mësim dhënës, Edhe i taka. edhe ka angazhime pak ma shumë, ma ne tani, Edhe i taka. i arsituhet pak. Granit, ka zënë që atëm Fatosit e atë bënaj pyetje për Fatosit. Pak ja bën më të madhe, Fatosi po. Edhe Ja. bash. Plus në erat Kena Gilan, të Gilan. kujdes ju Po te, ja. Kujdes. 06. 0-6. E Fatas, rëndësishme, po? e rëndësishme që te pjesa e punës u banesat ndodhë. është normale ka leona Po, ka leon, po. Prishtinën e di gjithë që është, kështu që e kryesori është punën dhe me kry me përgjithësi, me shku ashtu që kërkohet. Po nuk ndodhaj sen. Mës të shprej talentin. Që kjo ke? Me Allah i dhe mos ke pas naj, a mos ke pas biljard të thonë me? Po, a? Ka edhe kënë pas ma zgjedhën marrë me 2 biljard dhe njerën që ka Ta unë u pas. rashtu, vakne. Që kjo ke bëjmë syshit. Sta dënë, nuk ta dënë. Okej, krenar, cilën kang, o, pa di hova, su nuk është e di me... Ja dush me Ka- ditë. Ka ku musil? Cilën me rock, granet? Qatë 10 që të numërin. Që 10-qina? Bardhen, që që te që është ne? Jo, jo. Hej, Kur të kështë fizik, ma e mirë. Ta përfundojmë një fit. Kërshërën, dhe është të kryme njerë kush. së ndodhë që dhe shtiti. Mos të që. Ani pas po di. Qa kona që në të reka jo? Pas po di. Okej, krenar, me cilin këngëtar nuk shë pas qef marrë me lujt një loj biljard? Me cilin këngëtar? Jo, mu më njohin që jam shumë i shoqnushëm edhe nuk... Jo, ideja është me na thonë jemën, me kënë s'kështë pas qef marrë me lujt, për shambull. Nuk Që unë të këmë zgjedh ty, për shambull, pe ketë këngëtarëve, të këmë zgjedh ty marrë me lujt. Bashkë.
Nuk e kam dikon që s'kisha lujt me to, se di pse. Me një që s'dim. Kush që s'dim? Dikur që s'den hesh, shamon se ti. Si one? S'kisha bo shef me u vakta, pëtin. Okej, Granit vazhdo gjujtë, shtirë. Edhe mas te është Fatosi, se do tash me ishti edhe Fatosi në loj. Unë e kam edhe dorën pak të cilë. Nuk prish punë, edhe one me komë edhe për rinë komë. Edhe me sa kom një maestro vedati, ma gjuni, lunë mirë. Kam qef me ta, kështu që... Po ku mos me lujt mirë vedat ma gjuni kur Biliardo Prishtina është e vallë vetë. S'do me thëmë për ata, kur s'ta dënë badi hova është. A dëmë dhe nuk mund është në loj kështu me bona na i farë... Jetë të gjumë. Me të shumë anal për shambull këtë Biliardo. Ja, kështu Se kësha pas qef me bo qasi manovra. Vazhdo Fatas? Hajde. Qëre? A pe? Shto o konë ma jetë konë me shqizën në nëzirë. A jeni për aty në personave për shambull me të net marak, a mira pishmonit? Jena për aty në persona që kjena qef me bu me punë gjithë sen. Jo me fate, me këto... Jo, a dënë me... Jo, mes... Mune nuk është që besaj shumë në fatë, vëdën. Ma shumë besaj në punë, në përkushtim, se në këto... Krenar, a ki qef mira pishmonit, a me të net marak? Une për shambull, unë kam qef ma mirë mira pishmonit, se me net marak. S'po di, vallaj, nuk po di me të përgjigjë. Nuk është që e leo vetën me metë në isen marak, po nuk jem mas pishmën për qa ku mbu. Oke, po më thonë, në regull edhe ti e të pishmani ma shumë. Fatas? Ti po thu? Ka pishmonim, shku ma mirë. Se me të mirë marak, problem është. Granet? Nuk bësi që javlen me metë kështu diçka mara. Ja vlen me provu, ja vlen me sfidu vetën, se ju. Bravo, që profa, tak, bravo prof, plus çfarë, se kështë du në çfarë kosh. Me jam onest asha. Po, tash ti. Normal Fatosi është, po. Jo, Fatosi, kalëzëra se dorën e kam pak lëndu me pej. Fatos, cilën kongë ki... Ma letër. Fatos, a pritën me u përgjigjë të du? Jo, të vishë, është një shtata hemë stanë. Uraj. Cilën kongë pritën fërt kështu me lujt neja, apo që e dojnë publiku? Cilën kongë? Po, me lujt. Me lujt? Me për cilë me sen. Bravo. S'po di. Ja, nuk kam në i falë kongë kështë të pa preferume, po... Nesha. Ato si do update-a i bu kështë. Cilën për shambull nuk shë pas qef? Ja, betreja, së di që me thonë. I ka do balada që janë dvijet, Kam do pak ma balada, demodej që pritën mi... Fort roma, s'to pritën. Mi për cilë, po... Ato pritën mi për cilë, që janë fort roma. Kështu nuk kam në i falë. Tu ku cili dëni përgjegjnë? Keni marrë bakshisht mas shumë tu? Në cilin vend? Mës he, nuk kini. Në... Kosovë. Prizren, Gilan, Prishtinë, Kosovë, Prishtinë. Prishtinë, okej. E tasht, i me një paret, bakshishtjen e që të avelinë, që të tapë si jo nësë. I merë paret. Ati, puni me se kjo është taj. Atë ndodhë në... Arkatori. Ti si arkatori grupës. Atë ndodhë në ena i 50 që kështu me shti ma shumë gjepë për veti? Ja, ne e hu që shtë në 50 që ma shumë. Ka qef. Po, ashtë e jasë. Se s'ka mas gjepa. Në gjepa të ketë. Okej. A koordinoheni me sy njani me tjetër gjatë kohës kur jeni të interpretu për shembull se vazhdojmë që tu se ka bakshisht ma shumë ose jepi pak ma shumë zërt, marim edhe naj pare. Qysh e keni ato ose pendrojnë atë tripin për jashtë atë C, D, A, qysh e keni ato notat? Te kjo pjesë... A mini vesh me sy, a keni mëri? Te kjo pjesë du me ta spjegu edhe kolekt edhe shoqënia dhe çdo kush që ka qenë mbrëmjet tona, ka pa çfarë bashkëpunimi kemi, audin. Asnjëherë nuk bisedojmë çka kena me bëu muzikë, çka kena me jena shumë të koordinuar. Po se për ndryshe kur keni qenë në xhirimet e vitit 3 të emisionit Ftoft të keni qenë shumë të koordinuar, edhe keni qenë në vi sidomos Fatosi. Kështu që në atë pjesë jena shumë komode. Okej, në rregull. Kush e ka ranin? Ona o zot. Granit. Ti duhesh mu të shumë jep vetë për shkak që do të mi mujtë sta 20. Dhe ne vishim të ju këshyrë që janë të bo. Mujtë këto. Nëse dhe Fatosi parë zë. Në të takëm bro dorën, Po, qëfar shtush si shko mishë, Shumë mirë, e kësha shpallë vetën. E vica gjuva, këtë ta buna aty gati, shiti, Fatas.
Se që tash ti ke me gju. Bravo. Shumë bukur. Që fatosi tash drejt e ko. Vish pak në. Pas, i lutem, se... Mo t'e qitë, vish pak që Shkon ku dush, po. Jo, Po ku dush shkon? Mina po qatë drejt. Së është e vërtet. Ja, ku drejt që... E qetë. Zhë në vinë kufe. Vesh që të vinë së mundet me dalë. Vish pak se... Shtatësh. Jam shumë profesional. Ta kur se rukë dhe shenit të më këqyri, jo? Thash, pa i qak... Qysh po shkëm pa Qana kur është kallo. atë... E unë ma i të kongën që na kallo mrena. Se zdi që më kujtu të stë. Se shumë larga. Nuk di pa shumë. Qa po mje. Shumë larga. Në shkuja të në për Greqinë. Se në ashtu pak pa lidhe me kaltë të qikë me shumë. Bëllë po... O, lutna. Okej, ka dalë s'pak, se kjo shtot që nuk guxon me hiq. Jo, që është e ishë. Vazhdo krenar. A e vrejte që... S'ke fojë të une. A e vrejte? E preka? Jo, ja, nuk është të vërtet. Prej birës në zero. Ja, unë thash ka amen të vzit dët ju s'më vëndësane. Granet. Bravo, Granet. Granit vazhdo me 8 se vetë t'jemi 1-0 për granitat, unë e emrin Granit edhe me Hubmani, plus autori e misionit nuk shkan. 8. Mirë. Okej, s'prish mu, nuk prish mu. Në rëndësi pjesë. Hajde, fatash. Jo, hajde. Jo, fatos, ti. Hen, këse nuk i kom jep, nuk nejt atje për Kemi kom me telefon ato. 8, nësëm të shpra. Sa mja u largu pak se. Graniti. Qa granit? Ajo më shme një tëpë. Graniti tjetër po kaldohet i rrezik shumë pak. Unë nuk është që kam ma verë ku me rojë, nuk di mësë ma vëmë, ku me rojë, kësë në vizit gjuj. 0-6 shajni. E qa dhe me thonë, na 0-6 shas, ka njerëz ma të mirë. Koordinoni, su nuk thash kur qo, vesh thash koordinoni l'vlet. Bravo. Bravo, se shumë mire kilon fatusit. Jo. Fatas? Kështu. Së shte Hajde fatas. Po tuk na prej. Së shte krejt atje. A pse do më thonë e kena ata të caktume, ku kena të ja? Ta kanë. Së në gjurë vajet. Mu po më pëlqen ideja fatas, ti e ke maksimumin tënë, tash është graniti. Masën është fatosi. Alloj, profa, se pas na di që... Profa... Që u guta e tash fatosi, dush me gjujti me pa tjetër? E provojna me 3. A? Shë. Me 3. Nëse shka. Ja, to pe di sigur që nuk është tim, po është ideja që asune nuk di qysh me... Do më thonë, na e kena veç një... Qëtu, veç qëtu, që ato dush me... Na jena qëtu, ti jesh atje. Ani se... Hajtë Do s'ka më ti e që atje, a? Unë jem qëtu. Ja, okej. Mirë. Digjo, kallo. Shumë respekt. Kryesore unë e shtil. Me qenë se në lojën e parë, në mleqen e parë, fitua mund graniti. Po. Vendosëm që mull pak, sepse humësit ka nevoj pak. Qa fitut? Ku po menan që? Topa, fitu, biljardo. Na, po e bëjmë pak një intervist, që edhe pak e po flasim, edhe kena me lytë edhe një lojë kështu për shpejt. Kështu që ideja është, ka nga dojli ashtu qysh na tregove në fillim, bini djeza, po? Tekstin? Tekstin e ka bu Fadil Topalli. A ke mendu na i këngë, do më thonë, me vazhdu me të njëjtit, apo ke mendu me ndru? Po, e kam edhe një balat e bini. E kam edhe një balat e bini, po kur kena me publiku nuk djetë, e kam edhe një tjetër të lave. Kështu që tash është koha e dasma ma shumë, kam u fokusu të ritmike, nuk pedi ala që kom përcaktu. I kam edhe 14 kovera, ashtu serenata, konkleta që i bon zakonisht në për restoranet qeta që i lshojnë, po hala diçka nuk jem përcaktu qka ka me ardhmas. Jena të shiju njerës projekte që kemi qitë,
Bajagena ka marrë kohë edhe angazhim, edhe ashta ke mujt me pa që kena bo pak ma ndryshe, na munu pak me bo diçka risi, edhe me binin është hera parë që kom bashkëpunu. Mandej te videoklipit e gjenetat e shumë faktor tjerë që kam bo sa më madhështor tjetë projekti. Apo mendon që realisht videoklipet konkret ato me një farë forme duhet me bo një farë lloj pakete azhë që më konë për post kongës, videoklipi, marketingu, gjithë shka në vinë e duhur, sepse njërë nëse e len pak si të pa plëcume ose të pa përmbësht, ndodhë që është penges. Jo, s'më me qujtë penges. Pjesa e kësaj është sa detajist ti e ti, si person. Se ka videoklip shumë i thjesht, nashta që është edhe i ka milionat shumë ma shumë se na që i kemi bo këtë projekt edhe këtë, qësh me thonë, këtë financim, ka që në abide se ka pas shpenzime në gjdo person që, dhe me thonë, ka marrë pjesë, dhe me pe bini djezit, pe të eksklusit, prej videoklipit, pe gjdo Sa parafërsisht kështu, kompletu kërë? Nuk e di, nuk është që jo marrën e me atë pjesë. Kur shumë marrën me atë Jo marrën menaxhmente që i kam për atë pjesë, kështu që nuk është. Ka pasë dhe sponsor që e kanë për këra. Kështu që në regull jemi të kaja pjesë apo dashta me ta spjegu punën e baladës, punën e gjdo kongë që është pak fat, që shprim konga dhe që shkën. Ka kongë që ka videoklipin shumë thjesht, po i ka milionat, abden edhe është super hit. Kështu që ketë mbaret për personit sa detajist është në videoklipe, sa qysh. Na kemi qef paka shumë me kundë veçanta. Se mbesin në arkive dhe nuk është që më nëshme i largu. Shumë e vërtet. Tash po do për pak më ndalë të tjetë. Qysh është në punu me krenare? Dhe më thonë, kemi ma të regut të modeste. Ose jo, se pytjen po e ndroj. Një anë pozitive, edhe një ves pak ma të fështirë ose ma të keq të krenari. Shku që cili në riskun të vazhdoj i pari, i dyti duhet... Okej, hajde fatos me mendu. Që 10 vjetë. Që 10 vjetë. Jo, veç që ka qef me shku shumë herët, ndosëm, shkam para nive. Kë është vesi ma i keq. Pitë mirë. Ti pengon dhe thëtë hajde ma vunë ti. Po të gjithë dhe hajde ma vunë. Atë mira, tek jena që 10 vjetë. Po t'jetë. Ka në që 10 vjetë bashkë dhe... Ti që sa ju ke bashkë në gjithë fillimisht? Ka një fillimisht? rrugëtim shumë ko, unë që 5 vjetë. 5 vjetë, okej. Edhe që ka moj me thonë është prej, do më thonë, momenteve ose viteve ma të mira që kom bu muzikë edhe që më ka ra, më thonë fati me punu me dytë. Për mu është ndere, është knaqësi. Ca e një vest fatos. Disa vese. Me pos listë. Shkoj me të rejtë. Shka pak male. E be po, nuk është punë. Nuk po du më konë kështu, si me thonë, modern. Po përnime që të pjesën, do më thonë e fatosin, na e kemë punën e muzikës, gjithmonë në më konë të fokusum, nuk është që kom, asë me krenarin, asë me fatosin, të kjo pjesë diçka të puna vese. Na jem njerë, Pse e një familjar? Jo diçka me vequ. Këta ka, na jem edhe familjar. Okej. Cili bën pak ma shumë gabime? Gabime? E di që gabimet janë hynore, ndodh, i bën gabimet, po cili pak ma shpesh ose ja uq notës? Përgjithësi ma hodhe ka fatosi, dhe kjo është në bëllon pjesa kryesore e muzikës, puna e ritme, puna e muzikës, pjesa tjetër, do të këtë pjesën e tjetër, mundohen me konë. Gabime nuk kisha me thonë, po... Janë lëshimet vogla, për shatë të thash, po e më pak. Unë ndonë, e kam shprejin, janë me qitë dorën sënd, të fatos e kanë njerë janë ali sinde. Po, aja. Ose me ngojnë. Ose me në alkesën. Okej, Po gjinë, më dhe. cili për juve treve kërkoni pak ma shpejt me përfundume, për ma shamë. Me përfundu? Hajtë se mirë është, po. Me të thonë drejtën, nuk ndonë... Jashtë aksoj, më falë, se për të ndërprej. Po. Jashtë aksoj unë e di sa bëni muzikë, kom qenë, nuk është që shumë i frekuentoj artistat kur këndojnë për shkak të punës e profesionit, po më ka rastis me qenë të ju dhe di që ka kalu ndoshta edhe minutazha shumë, po pësë në aty, se njoni ka qef pak, okej, hajtë bërë edhe një të jë ma i lëdh ta kërkënjë, në momentet. Ka momente kur fatuesi ose graniti janë të lodhën, ashta edhe normal që kanë dëshirë me përfundu, po kur asë njëherë me lanë diçka më dhe me lanë keq. Të na njëm që na përmrami muzikore jem nashta vetëm që nuk bëjmë pauzë.
Mo performojmë pa pauzë, na është keqen e ke pa. Na për lokale, zakonisht kur po vin policia dhe po është e ndalesa e orarit muzikës me boshurëm, deri sa të vinë ata nuk është që e nalëm. E saj përket dasmave, mo dasma, është program tjetër, gjithçka që nuk varet prej neve, varet prej dasmorit. Granit, na e vërtet është e fitu. Pa vërtet. Po. Kështu që këta dy qatë Fitu të gabën. Po në regullte, Të në përshën neve një gabën. kena i më një koshe, nuk u po nomi. Apo na këndë një referent kongës, cila është ajo konga e preferume jo të baladës, se baladën e këndojnë në fund. Kongën që e ki ma për qefi. Kongën që ka ma për qefi. Ka shumë kongë që ka ma për Një që ndështë e balade jona, nuk të ish punë. Fatosin që ka njës gisht ata t'jemi, bo jo nuk i këto zhurë. po mu gjithmonë pëlqen e fundit, apo din. Të fundit ka me këmë fund, sa da pak. Po çdo herë më pëlqen e fundit. O, Nëzë një fatë tjetë. Një kanë që nuk është nga repertuari i Krenar Krasniqit. Thonë se nuk jetohet nga dashuria, por nuk jetohet as pa dashuri, shpirti lëndohet nga vetmia, zemra shtekton, kërkon shoqëri, fjale dashurie nga poet të lashtë, të tjerve u këndoj zonat, veç asaj që deshta kur është dashtë, as një fjallë nuk gjeta si për inat. Krejt mrapsht po më shkon jeta, ditën flej e natën ri, mrapsht humba e utreta, nuk mundem të jetoj pa dashuri. I kongë sinone. Po vazhdo fatas, Keshi vazhdo. përqendru më mëzui. Isha e dhoni përqendruar për këtë. A nuk e kom fut asnjë, a? Si që po shifet, Ta kënova krejt mrapsht, se po lunë mrapsht. Po për këtë arsye. Se që Po, për këtë arsye emocionova dhe i ruka masnej dhe topat e biljardës gabim. Fatosi tash e përmisën. Fatosi po shkon të ngjyra e kuqe, por realisht vazhdo Granet. Kështu që të mos t'jemi shumë të shpejt në biljardo. në pak pavull. Krenar, cilën, për shembull, unë e di që me emra me kështu nuk është që e kemi shumë qef me fol për artista e kështu, për kolege e kështu. A ka a ekziston për shembull ndaj këngë që e ke realizuar, ke publiku ndër vite, ose ndoj performance jotja në ndonjë emision e kështu që kështë dasht me ndërru diçka ose me largu për YouTube-s. Në emisioni ju... Granit s'det më falë, Granit s'det më aftyrën kështu me një se apet prapë se prapë unë të jena bashkë. Në emisione nuk është që kësha eliminu, si ke pa që jemi gjithmonë live dhe performancat në radio televizion njësë ne gjithmonë kanë qenë live aty për aty. Po saj përket projekteve, kam shumë projekte të realizume, po që nuk i kam publiku. Okej. A i bjen për shumë me na i kongë që se ke publiku? Ose jo? Jo që se kam publiku, që nuk e ku marë për i producenta. Po, E që është bëhet, po. Okej, këtu da është ta me dalë. Cële është për shumë bëllaj kongë, nga na zbulen, as për na zbulen? S'ka dashme për men. S'ka dashme për men, po kanë qenë 2-3 që i kam refuzu dhe që jo mbo super hite që sot këndohen për ketë këngëtarve. Tregom ja ka më shumë këngëtar apo këngëtare, Qëre drejt. kur të vinë me këndu që i thoni, okej, qef s'kësha pas me kënu, po hajtë du të me përcjellë. Ja, s'ka. Asnjë. Ja, s'ka se shumë vinë shuk i kena krejt, keti për cilën. Unë s'qe, edhe Ma qëta leto e ku në hupa. shtise me nëzirë. Po se s'di qa ma qitet qëta. Përse, do ma pikë. Falenderit shumë për ndihmesën. Kështu që ja, nuk kem në Luj, Fatos. problemi me... Nuk ekziston një këngëtar i tillë. Jo, që gjithë. Okej, momenti më i sikletshëm gjenë më sot për ju të tjerë. Ma i siklet shumë. Ma i siklet shumë, s'po di me qujtë po ma i rëndë, nështë ta. Kësha me thonë është, kur më ka ndru jetë babi dhe më ka ra mas një kohë shumë të shkurt me performu. Qysh ke arrit me përmbledh për forcën tonë dhe me dalë me performua dhe a ke pas në moment
Mrenda mbrëmjes që kemi nu me lëshu mikrofonin edhe me ecë. Ose në cilën këngë? Jo, se kom pas afer festën e 8 marsit, edhe kanë qenë, dhe me thonë, gjitha zonjat e zonjushat që me qujtë plot lokali edhe një dit aq e veçantë. Dhe me thonë, më kanë ndodhë me performu, edhe nuk kom mendu fare atë pjesë, e kom kry punën në mënyrën më të mirë. Të mërshme sa që edhe kom marë përgzime që... Qa i ke thonë vetës ma si ka përfunduar e mdamja? Qa këmë thonë, më konë shumë i lumëtër që kom arrit me performu që ashtu në qatë mënyrë edhe me përfundu, po normal është një pjesë shumë e rana. Me bo diçka jashta qka je, adin. E vërtet. Qaja ka qenë pjesa me shtirë shumë ka ndodhë. Në fund, ne jemi vetëm kalimtar në këtë botë dhe... Edhe kemi pas rastin 3 babalarë dhe me thonë mrena vitit në kanë vdek 3 djemve. Okej. Se ke fotin e njës. Edhe ka qenë një farë viti pak Iran për neve, po me kemi këta profesioni, kemi punë edhe me këtë punë e mojnë familje tona, shtu që është dasht me vazhdu jetën. Në ditë fështira, themi falenderit Zotit që kemi njerëz të mirë afër vetës, kështu që edhe për juve ka qenë e veçantë që e keni pas njëri tjetrin edhe keni pas një dorë ku me u mbulu, edhe pse ato sfida sa do të dëmshme dhe të parushme që janë, jo si jam të folë. Sa do të rona që janë ato sfida, kur kalohen me njerëz të duhur, s'paku dhimbja letohet pak sa. Kjo është shumë e vërtet, kështu që unë thash, nisa me thonë, po në këtë botë jemi kalimtar, nuk i dihet fundit, po për aq sa e shijojmë çdo ditë, ta shijojmë me buzëqeshje, me lumturi, edhe t'i bojmë krenar edhe ata para nesh, edhe ata mas nesh me veprat tona. Shumë mirë e cekë që është, kur t'ki njerëz ofër vetit, kur ndodhin gjana tilla, është shumë e lehtë. Unë e kom kuptu faktin e ngushëllimeve që shkojnë njerëzit deri sa ka ndru jetë baba. Kur më kanë thirrë me shku për një të pame, me shku me pa, për t'i kanë që ka vdek, kena shku pak me hezitema, dhe më varet për personit që shka qenë, po e kena pas pak atë farë pritesën për me shku që ka me folë. Prej që më ka vdek baba, dhe me thonë, ku dë me një, dikon, kalimtar me qenë, nuk ka letësim ma të madhë se me arme të ngushlu dikush në vdekje për në. Shumë e çuditshme që vazhdo krenar se unë qina në shtinet pak më bënë të emocional. Disa e që një ohiq atje, Ka është shumë interesant që në momentet e fështira, ndoshta edhe ato momente ku më ka godit jeta jo në momentet mira, bashkë ndur që kom menu që muj me umbajt, nuk jo mbajt, sepse ata njerëz kanë qenë të zënë, kanë pas gjëra më të rëndësishme, kështu që është shumë mirë që edhe në fatkeqësi të ndryshme që na ndodhin, na hapën sytë me pas çfarë njerëz kemi afër veti. Ndoshta për shumë njerëz na kemi dhënë gjithçka prej vetës, e kemi dalë prej vetës, e kemi bë të pamundur në të mundur, por kur ti ke pas nevojë ndoshta adish me tir me të vetë çushje që ata persona, po të njëjtit nuk e kanë bërë. Është e rëndësishme që nuk e harron atë person. Shumë e vërtetë. Ai çtu ka gjetur ato momente, unë ti tregoj në momentet e para, minutat e para kush edhe telefonata që i kam marrë. Sakt. Domethënë, e kam kujtesën aq të freskët për persona që më kanë thirrë edhe jam jashtëzakonisht mirënjohës për ta. Tash të jam po? Po. Okej. Krenar, ta bona pak me hile, ki të drejtë edhe të ma bo shlirë me hile. Realisht, jo, ty s'pas ka nevoj me ta bo me hile. po jo s'o në zdia, është kështu. E vërtet është. Nuk është që ma ka dashtë për me qëre dhe me thonë, kam mëj me... po... Ajë, besë veç po gjuhë. Profesorit më sanë, të... Qysh me shti 5 mëjq. Që ati, aha, okej. Po se poshtë. Qyra se sen heq. Jo të gjelonit më interesant. Bravo! Më falja, do të gjëmë veç po pritoj më u koncentru për shkak se po më do të edhe po pyetje, se për ndryshe, a ka mundësi që të vendit Prishtinës? Esenca është. Ama jo, Gjilani për një keni një të mirë që njëri tjetrin e respektoni edhe... E vërtet është. Qysh me thonë ashtu e ngrani njëri tjetrin. Unë para granitit e ku pos Gens Lekën të njef shokun të tash këngëtar, ka qenë grup me klarinet dhe me saksafon, dhe me thonë, me Fatosin ka disa vite. Kurse pas në ditë që Gens Leka u konë me ty. 6 vite ka qenë. 14 që na... Që të la dje male. Në dushtë asë në nuk herë.
Me mu dhe Fatosin ka qenë 6 vite. 6 vite. Po, edhe si këngëtar ka fillu, dhe më thonë, me neve me përformu gjatë mramjeve. Unë ju mënu sa do pak me atë mundësin të me indimu. Vazhdo Fatos, veç mës... Edhe më vjen mirë që kam rri dhe ka hec mirë. Veç mës fito Fatos. Po ku do shta me dalë që... Kur ka vendos me dalë se këngëtar, E ka propozu... jo që ka propozu, po ka insistu me çdo kush që granitin me qonë në vend tina. Okej. Unë i ku pasë dhe 2-3 tjerë, që ku bashkëpunu me ta, që i ku marrë her pas here, edhe që kanë prit me u bo bashkëpunu me Fatosin. Po, diqysh ma kalon si amanet granitin. Qysh e keni raportet Jena shumë okej. se po vendose me largu këtë edhe një ka vëzu që të ishat më të mira e keni në keq, e ta është runo. E ta është runo. Do është ta me ty, a ju ka shku menja ndër, për shumë me bona i bashkëpunu me Gencin, me qenë se keni bashkëpunu 2 si bashkë me një band? Po. Gencin e kena shok të familjes edhe kam një lidhe shumë të veçantë me Gencin. Më ka propozu, më ka thonë për me bo duet, po kam qef me bo diçka shumë të veçantë me ta. Do më thonë do të ndodhë. Po, do të ndodhën e gjitha projektet e mija dhe gjitha bashkëpunimet që i kam, asnjë nuk e kam të rastësishme. As nuk e bëj për hatër asnjë bashkëpunim. Nëse nuk e shoh të rrugës për me bo një bashkëpunim, nuk e shoh krejt bashkëpunimet më nëshme i po, që i kam, nuk më nëshme gjithë asnjë këngëtar pa bagazh. Fatos, kërë një taku para 10 viteve bashkë me krenarin, ta ka marrë menja që keni me funksionu ka gjatë, do më thonë më u bo 10 vjetë, apo dhe të jo është zërsu ajo që thonë me kënë s'ta mërë menja metësh. Kështu është. Shumë spontan kam duhet kjo lidhja jonë. Shumë bukur që është jetë. Normal, kryesore diçka po. Do më thonë nuk ju ka marrë menja që keni me qenë bashkë. Ka gjatë? Jo. Okej. Kështu që jemi bashkë edhe djetë. Po, Edhe djetë. mirë që jeni bashkë. Jemi rritur. Që sa jeni martu? Jo si na martu, na. Jo. Si na martu, na jena të bashkëpunu. E vendova me bashkëshorë, sa vite Me martesi bashkëshorët e tona, keni? ba, e diçka tjetër. Bashkëshorët po. Sa vjet i keni, që sa vjet je martu, Fatos? Që... Shumë. Ma shumë se 10 vjet. Jo, 4 vjet. Si 100 vjet. 4 vjet. 4 vjet i për. Ti? Unë e u martu në vitin 2019. Do me thonë ju dy njeni 2019, 2000? 20 Ti pak ma i vënshëm. 3. Okej, do me thonë po i bjenë që ju bashkëpunoni ma gjatë se sa që jeni martu po i bjenë. Për 2015. Okej, më po i bjenë. Fatosin, shumë atë. Vazhdo Granqe. Grande. Normali bjen një më djarë granit, po na facelift, në fund dhe na në zonë. Po dhe të rrë. Okej, cili për shambull i keni bashkëshortet ma gjeloze? Po jo. Në këtu qëfar Sa heshtje. po bashkëshorët që së gjeloze, a? Po kështë e po henë që kjo tani ta të kështë. E njëna një? Më falë Fatos, Unë jam. Po, më falë. Jo, unë e pyta është cila pak ma shumë. A cila pak ma shumë? Po së është ajo. Në rajështë jo në pytje nga cmuse, kuptohet. Ti njef edhe prej ofër, kështu që pse di. po na pyet. Ti din që jena komod. Po dhe s'ka bëna një si malë që për gjelëzi. Okej, A ka një si malë që për gjelëzi? po, është telefoni. Sa e pe që i kjenë në kështë. Pari Mora pas. seriozisht se edhe menon që tani atë dej tash kum luaj çfarë. Jo, dash do më thonë unë na e bëna me plan, realisht, me qenë se këngëtar është krenari. Ç'kës e rastësishme. Një kujdas. Jo, ne e bëna me plan, me qëtemi, me Kush ai qenë se... kop çdo kush? Ne e bëna më falë shpa, ne e bëna me plan. Me qenë se krenari është këngëtar, dhe është mysafir në ftohtë në zetë, vendosëm që këtë loj me alon krenari që më s'muni i keq. Kështu që po. Edhe mu bojnë një një, vazhdo. Mirë video. Hajde, vazhdo, jo s'është nëzere situatë, është e vërtet. Bitë gjitha apet fair play. Spaku miste me, e din sakt që graniti, në ftohtë në zetë gjithmonë mundohet që me i bo musafirt më undi, okej, dhe krenari më tha, lem të fitoj, tha se dalë keq, tha është gjithë qysh. Bonë modest.
Shtu kërë po full vetën tonë, na po mendojnë atë që graniti profesori. E lojës së biliardo, sepse unë insistova me dalë pak prej studios se në bot diçka ndryshe me tret, për arsye ka vite që njihemi, keni qenë pjesë e shumë emisioneve të radio televizionit 21, por po flasë konkretisht për emisionin këto të nëzët keni qenë edhe pjesë e xhirimeteve të vitit të ri, keni përcjell mos them dikorat 21 këngëtar, pa asnjë problem. Kështu që unë ju konsideroj njerëz të shtëpisë, jashta miqësisë që e kemi. Kështu që faleminderit shumë. Tani është koha që ti këndojmë dhimbjes krenarit, se kjo një a njeni kështu fajtor në herë që i bëni edhe tjertë njerëz mu një keq edhe me këngën e juj me. Kënë ju, kjo bë pare të kënu, na vuj e pe e kaj me këngë t'juj. Jo, ndodhë ka njerë edhe që e këngë të shtenë me shkru edhe rregullohen gjona. Shka me nën të mire, po vështë keqen. Nesë më një shku në shajpirë, fare. Pa të zganë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë e Tigranit janë shumë lojnë të në dëve se kanë qef. Që dy javë da me mu e me tjetër kon pas ke shkru, e kallzove vetën edhe njëherë. Që dy javë da me mu shoku toni pas ke shkru, i lexova qka keni folë krejt. Faleminderit. Pas që atmosferë, për rikthehemi në studion e ftohtë nxehtë, gjatëqysh. Për rikthehemi në studion e ftohtë nxehtë, të shohim se me çka do e vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, me çfarë këngë po e vazhdojmë atje, sepse është Elira Shala që na pret në studion e po e lyjmë në lojë biliardo pak a mirë.